Përshëndetje shikues të nderuar të Topologu.news, jemi sot në një intervistë ekskluzive me ish komandantin e UÇK-s dhe ish politikanin zotëri Hisni Shaqiri. Zotëri Hisni Shaqiri, ju faleminderit që pranuat që të vim këtu në shtëpinë juaj. Doja të ndërlidhem me pyetjen si dhe pse vendosët që nga parlamenti të zbrisni në terren dhe t'i bashkangjiteni luftës së UÇK-s në vitin 2001. Njërë në fillim do doja t'ju përshëndes dhe t'ju të falenderoj për interesimin që keni shfaq të hapni një temë shumë të rëndësishme që ka nevojë populli për informim, për shumë çështje që janë të rëndësishme. Ju tash po mu dhimbsi, kam një dhimbje të jashtëzakonshme për gjithë shqiptarët, di një shqetësim se ja vdi kushtet dhe rrethonat, keni ardhur prej tetove, akon edhe detyrimi im me ardhën teto, po nga gjendja që e kam tash ju thëm drejtën edhe njerë, ju falenderoj për zemërsisht që keni shfaq dëshirë me hap një temë, sidomos për ngjarjet e 2001-shit. Unë është e vërtetë se kam qenë deputet me mandatin e këtij populli. Ka qenë mandati i tretë, por duke pa parasysh situatën që ishte jashtëzakonisht kritike dhe momenti ishte historik, njeriu nuk duhet të orientohet në qëllimin e vet përfundimtar se ku është për momentin dhe çfarë pozite, por unë kisha si objektiv timin me një ideal që ashtu jam rritë dhe kam jetu të në kohën, se në çdo moment kur jepet mundësia duhet kontribuojmë për kom. Po edhe fundja, edhe për me humbë gjithçka që është nga karriera politike, po edhe nëse është në pyetje jeta. Ishte një moment, unë kam dalë me 27 mars, kur pushteti aktual atëherë i asaj kohë Maqedonas e shpalli fitoren ndaj UÇK-s. Duke pas parasysh ngjarjet që përfunduan në Kalan e Tetovës për në atë moment. Aty ndodhen që një lëvizje shumë befasuese, edhe duke pa rrezikun, edhe situatën se çka mundet me sjell mbrapa. Mbi gjitha më ka interesu që atë turp shqiptarët nuk guzon të në asnjë mënyrë me asnjë çmim ta pranojnë edhe të nënshtrohen. Edhe tash unë nuk e kam ditë se aq masovikisht populli do të përgjigjet vullnetarisht luftës, edhe dola duke menduar dhe duke pas besim vetvete se do të ketë një mobilizim dhe ta vazhdojmë këtë rrugë, mos mbetemi në gjys, se shumë vështirë do të kishte me qenë për neve e ardhmja pas asaj ngjarje, pas atij konflikti. Këto i kam pasur në mendimet e tij, mia, analizat e mia, dhe mendova, thash sot është momenti, edhe fal gjithë rrethonave, faleminderit gjithë popullatës shqiptare, gjithkund ku jeton, se gjithë gati kanë qenë atëherë në atë kohë ushtar, edhe ato që s'kanë mbajtur në inform, ajo luftë përfundoi pa humbje, domethënë nga ana jonë, që të them mbi të gjitha ajo që nuk e arritën si qëllim forcat e armatosura maqedone që të na mposhtin, për mua është pjesë e jetës që më ka dhënë kurajo dhe të jetoj vetëm me qatë, se për çështje tjera politike se si kanë përfundu, po ju them të drejtën, as në luftë nuk kam qenë i gëzuar dhe i kënaqur, as pas luftës. Ajo tash rregullat e jetës janë ato që janë. Njeriu duhet ka njerë edhe gjithçka të veje në rrezik për një ideal, për interesin e popullatës. Kjo më ka detyru. Sa jemi tek kjo pjesa e përdorimit të luftës për karriera politike, a jeni penduar ndonjëherë kur e keni parë se çka bëhet me përdorimin e emblemës heroike të UÇK-s? Shqipe të tregoj drejtën, unë edhe njerëz
Po ju them, është e vërtet se kanë ndodhur keqpërdorime. Por unë nuk kam qenë njëri të them një kategorisë që nuk e kam kuptuar edhe luftën edhe në fillim. Edhe në fillim. Gjithçka kam kuptuar, por nuk i them asnjëherë për sa të jem gjallë. I kam kuptuar. Nuk mi ka thonë askush, po nga ballafaqimi drejt për drejt, kur e potencoj këtë, është shumë e dhimbshme, sidomos për pjesën e popullatës në përgjithësi. E tash keqpërdorimet që kanë ndodhur, po më tepër më ka interesu çështja e problemeve që nuk u zgjidhen. U arrit një marrëveshje. Atë marrëveshje e quajnë pala maqedonase historike. Edhe ne e quajmë. Ka njerëz që e quajmë. A marrëveshje historike quhet vetëm ajo marrëveshje e cila i zgjidh gjithë kontestet në mes dy popujve edhe e përmbyll një proces në favor të paqes dhe stabilitetit. Ne nuk i kemi zgjidh problemet kontestuese me palën maqedonase, që marrëdhëniet janë ato që janë, po megjithatë marrëveshja e Ohrit nuk e ka karakterin e një marrëveshje historike. E tash, keqpërdorimet që janë bërë mrapa, duke shfrytzuar dikush luftën për qëllime personale, këto janë çështjet tona që duhet kërkojnë përgjegjësi vetë populli shqiptar, se për problemet tjera që i takojnë krejt luftës edhe me përfundimin e luftës që lidhet me marrëveshjen e Ohrit, ajo është çështje që i mbetet historisë ta vlerësojë dhe të japë verdiktin edhe për kufizimin e drejtë si në aspektin politik edhe në aspektin historik. Konkretisht, cilat arsye apo pse nuk u arrit të etablohen dhe të futen në kushtetut si të rësi kërkesat të UÇK-s? Dhe pse edhe më vonë nuk u insistua për këto të drejta? Unë shiqo kjo çështje të këtë pyetje që e bën ti mu nuk më brengos shumë. Ashtë shqetësuese. Por brengos ajo ana tjetër që marrëveshja që është arrit në gjitha format dhe të them përcaktimet që i ka në brenda përmbajtjes nuk e ka zgjidhur çështjen shqiptare. Edhe në kuadër të asaj gjithë që flasim si problem është edhe çështja e moszgjidhjes së statusit të ish ushtarëve të UÇK-s. Po ju tregoj një send, një gjë. Atë gjithçka ka përfunduar mbas një skenari që se di çka të them, ndoshta do të thoja se më shumë ka qenë i favorshëm për shtetin aktual Maqedonas se sa për neve shqiptarëve. Se me marrëveshjen e Ohrit, Maqedonasit e kanë përmbyll çështjen shqiptare. E kanë përmbyll para ndërkombëtarëve dhe brenda shtetit. E tash e kanë përmbyll pa i prek konturat kryesore, shtyllat kryesore të funksionimit të shtetit. Edhe në këtë kontest, kur e bëjmë analizën e përgjithshme sot, në 2026, nështë ne mund të themi e kemi ma lehtë. Jo, nuk ka qenë vështirë edhe 2001 të precizohen disa çështje. E tash, në kuadër të precizimit të gjitha çështjeve, kryesave edhe statusi i ish ushtarëve UÇK-s ka mbeti pa zgjidhur. Po mos ta harrojmë një fakt. Se gjithmonë ne kemi diskutuar çështjet sipërfaqësisht, jo edhe në esencë dhe në thelb. Nuk kemi prek. Neve na kanë amestuar. Me vetë faktin se ne jemi pajtu me amnestien, kemi pranuar fajsien. Edhe ne këtu kemi psu, do me thonë, atë humbjen fatale në gjitha çështjet që ndërlidhen me luftën e 2001-shit. Kjo është. A mundi që në vend që të pranohet një marrëveshje fasad, a mundi të insistojë për vazhdimin e negociatave për arritjen e një marrëveshje më të mirë në vitin 2001? Se të vitit 2001. Pyesëm një çështje. Është shumë vështirë. Shumë vështirë.
se marrëveshja e Ohrit është arritë edhe me ndërmësimin e ndërkombëtarëve. Ka qenë përfaqësues i Bashkimit Evropian François Loetar i Francës dhe i Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Perdue. Ato kanë marrë pjesë si lehtësues dhe në gjitha unë kam pas rastin të bisedoj dhe për përmbajtjen e marrëveshjes së Ohrit. Ato nuk mirën ndërkombëtarët me këtë problem edhe nuk dojnë ndigjojnë. E të është loja si ja lujt. Po ju them, në gjitha aspektet që kam arrit të kuptoj, atini ju ka interesu ndërkombëtarëve vetëm stabiliteti i Maqedonisë, jo edhe çështja shqiptare. Po ju tregoj. Tash juaj si doni ne jepni, nuk ka marrë në përfundim stabiliteti i Maqedonisë. Ai ka qenë interes geostrategjik i tyre. Dhe në kuadër gjithë atij bisedimeve, ato kanë dashur ta përmbillin konfliktin me një qëllim shumë të caktuar që këto janë çështje ose unë nuk kam qenë në ato shërbimet e tij, në punët e tij, me një qëllim që Maqedonia të stabilizohet, po edhe me koston që shqiptarët edhe kësaj radhe të viktimizohen. Konstatimi im politik dhe historik, ne luftën e 2001-shit jemi viktimizu për interesa të mëdhaja ku çështja jonë nuk ka përfundu në suazat e asaj që ka pas nevojë edhe Maqedonia. Këtu pikrisht do doja ta them, Maqedonasit kanë bërë gabim historik. Kanë mendu se kanë përfitu. Kanë mendu se gjithçka kanë arrit në marrëveshjen e Ohrit. Por një çështje nuk e kanë të qartë, edhe nuk e kuptojnë, se shtetin se kanë stabilizu. Me vetë faktin se çështja shqiptare nuk është zgjidhur në mënyrë drejt, kushtetuese, me kuptohet se kushtetuta aktuale dihet se cila në fuqi që neve na trajton si pakicë, këtë duhet ta dim. E ka shqiptar që flasin edhe nga figura politike dhe jashtë territorit të Maqedonisë, shqiptarët janë në Maqedoni shtetformues. Kjo është hajgare, kjo është turp. Ne i bëjmë gjonat, ne ta them drejtën sipas vullnetit dhe dëshirës, i shpjegojmë dhe i thomi, edhe mendojmë se ajo me dëshirë dhe vullnet, duke thonë disi herë, kanë edhe rrena bëhet për dikën e vërtet, kur e përsërit disi herë. Jo. Çështjet që kanë karakter juridik dhe politik dhe definohen me rregulla të caktuara, ato vetëm duhet t'i kuptojsh ashtu si është. Kushtetuta e Maqedonisë sot duhet kuptohet ashtu si është. Edhe ne në kushtetutën e Maqedonisë për momentin sot, edhe njerë për potencoj, 2026 që po flasim, kemi status të pakicës. Barazohemi me minoritet. Po me e keqja, në kuadër të çasaj marrëveshje, ne edhe identitetin ton nuk e kemi të përshkruar në kushtetutën, në aktet normative. Po përfaqësohemi si 20%. Kjo kur njëherë s'ka qenë. Prej Republikës së Krushevës 1903, as në konferencën e Asnomit me 1924, kjo nuk ju ka ndodhur shqiptarëve. Edhe me kushtetutën 1974, shqiptarët kanë qenë element konstituiv. Ne nuk jemi shtetformues, mos ta rrojmë veten. Unë e them në mënyrë shumë transparente dhe me përgjegjësi. Po dhe jurist që të vjen, unë nuk jam jurist. Unë historian dhe matematicien. Por çështjet juridike, për me kuptu drejt, ndështë mund nevojitet me lexu 5-6 herë, juristit vetëm një herë. Por kur ti lexoj 5-6 herë, polemizoj edhe me jurist që tjetet doktor shkence, ama ndështë më ka nevojë me lexu 5-6 herë. Se nuk e kam profesion, por çështjet nuk shikohen vetëm nga prizmi i dëshirës, vullnetit, edhe mi thonë popullit se boll, ki popull është mashtruar dhe është
e kemi rre gati shumë gjatë kohë, edhe është lodh arrenat që mendojmë se janë sukseshme për një moment para popullit, në fund fatkesin edhe ai që rren e përjeton barabar me popullin. Ne sot fatkesit i përjetojmë nga marrëveshja orit bashkarisht këtë me popullin, edhe ato që kanë bisedu dhe i gëzohen dhe ushtrojnë pozicione politike, kanë arrit gjithë shka, edhe thojnë se dikush ka të drejtën, thot, ja kemi sjell lirien shqiptarëve. Aj, vaj me det për neve. Çfarë lirie? Për cilën liri flasin? Ne duhet të jemi të qartë. E kur e bën e pyetjen, a mundet të arrihet një marrëveshje tjetër? Janë ku ju them. Është vështirë. Mund ndryshojë gjithçka në Maqedoni me një përplasje shumë të madhe. Jo, në kuadër të vitit 2001, për ato vite flasim. Në ato vitin 2001, a kishte hapësirë për të zgjatur apo për të vazhduar negociatat për të arritur një marrëveshje? Do të them, e më falë se, do të them, shpesher baj analiza dhe marrë gjithçka që i takon kalorës. Shqiptarët dherë kanë gabu gabime historike kanë bënë në Maqedoni. Një gabimi parë është me shpalljen e pavarësisë. Kur shpall pavarësia e Maqedonisë, ne nuk tregum nivel sa duhet mi hap çështjet temat me karakter historik dhe me kërku barazi të plot. Sepse argumenti ka qenë në anën tonë historik. Kur është pushtuar lutat ballkanike Maqedonia ka qenë e pushtuar, po ka qenë me shumë slave dhe mbrapa ka realizuar diçka. Në Jugosllavinë e ditu bo republikë. Edhe ne jemi pushtuar bashkarisht. Kur nëse morin lutat ballkanike, kemi qenë pushtuar të dy popujt nga e njëjta forcë. Ajo forcë si subjekt që e ka bë Jugosllavinë shtet. Apo kuptoni, kanë lutat ballkanike kanë marrë pjesë serbët, malezezët, apo kuptoni? Edhe kanë qenë pushtues. Mandej Jugosllavinë e boni shtet Serbia, tash mos tamin na me vetën. Ai subjekt më nuk ekziston. Ai, domethënë, ai pushtues nuk ekziston. Ne në pavarësinë a dashni kërku kemi subjekti barabart me kushtetut në Maqedoni. Se thash i përmenda, në asnot me kringritjen e Dindenit, gjithë kemi marrë pjesë, asnjëherë Maqedonasit nuk kanë qenë damtuar për neve, asnjëherë Maqedonasit nuk kanë qenë të rrezikuar për çështjen e identitetit dhe shtetësisë nga shqiptarët, jo vetëm brenda ku jemi në, pas Shqipërias, gjithmonë i kanë mbështet. Po edhe një pesëm mbi të gjitha është kjo ma kapitale se Maqedonia nuk do të bante shtet pa shqiptarët. Po këto sot nuk janë mirënjohës, nuk e din këtë. Dhe në këtë drejtim, po dalim të marrëveshja e orit. Edhe njerë për thomë ato mendoj se kanë fitu. Ja, e thonë mënyrën më të theksuar, me përgjithësien më të madhe, asgjë nuk kanë fitu, po edhe ato kanë humbë. Koha ka me dëshmu këtë. Mirë po ato jetojnë në ëndra, jetojnë me atë mos shtijen e vetë se gjithë një me pretendimit bëjnë shtet një nacional, ajo ide nuk është e reja, është e vjetër. Kanë dash Maqedonasit me bëjnë shtet një nacional, pa shqiptarë. Por e kanë ditë ato të mesjurit se shkutje e shqiptarëve nga Maqedonia se ato kanë qenë dakord që disa pjesë shqiptare të lëshojnë më herët, jo tash, para shumë kur as bon Republikë Maqedonia. Mirë po Maqedonia nuk do të ekzistonte si territor kompakt, sepse kur do të shkputshin shqiptarët, do të kërkojshin bugarët territor, grekët edhe serbët. A Serbia e ka pas prapavijen e vetë politike që shqiptarët e Maqedonisë mos tërheqen prej Maqedonisë se po forcohet Shqipëria. Serbia gjithnjë ka luftu kundra Shqipërisë, apo kupton? Serbia ka qenë anmik fanatik, historik i përbetuar.
E tash këto i kanë qenë raporte që e kanë ndalë Maqedoninë dhe Maqedonia ka mbijetuar si republikë në kuadër të Jugosllavisë dhe shtet i pavarur fal praninë së shqiptarëve. Kjo është e fakt e vërtetë historike. Sa është fajtore BDI-ja për mos arritjen apo për mos etablimin e të drejtave të shqiptarëve, konkretisht po ashtu edhe të kërkesave që kishte UÇK-ja dhe pse nuk arritën që t'i realizojnë ato zotime, pasi që kanë qenë shumë vite apo shumë mandate në qeveri. Edhe thirreshin si krahu i luftës. E shive, unë të them drejtën, këtë çështje e njoh shumë mirë. Aq se e njoh, nuk kam informacione, po unë kam qenë shumë pak, kam qenë në prezident djerë, kam qenë për marrëveshjen e Orit edhe kam qenë njerë për do bisedime që u prit këtë fillojnë për luftën këtu. E gjatë gjithë kohës kam qenë zonën e luftës, se këtu gjeke çdo gjë që ishte e gjallë. Edhe kemi bisedu. Shive, marrëveshja e Orit edhe njerë e them, ka qenë vetëm për ndërprerjen e konfliktit. Edhe njerë po të cej. Faktorin ndërkombëtar i ka kon, ne edhe nga faktori ndërkombëtar këtu jemi linçu. Po ne jemi në një farë formë ndërkombëtar të asgjë s'bojnë më tepër se sa na duhet bëjmë për vendin, për vetë. Këtu ne jemi jashtë orbitës reale. Këtu nuk i kemi kuptuar sendet. E tash, nga gjitha jo, tash kur është arrit marrëveshja, edhe çish është, çka përmban, në këtë temë i kam diskutuar në prezident, po e kuptova se kish marrë fund marrëveshje. Kish marrë fund marrëveshje. Edhe tash pse mund fund, çashtu pse e ndodhi, janë çështje të cilet janë shumë dëdhimshme. Por atë që ka mend krije, ka si me pa dhe vesh me ndigju, po dhe mend. Mendja shumë e rëndësishme. E tash, çka është realizuar prej marrëveshjes së Orit? Marrëveshja e Orit me 17 nëntor 2002 është bartë në kushtetut për ato nene që kanë qenë të rëndësishme. Marrëveshja e Orit sot është pjesë e kushtetutës. Po gabimi është i joni që nuk e pranojmë të vërtetën në situata kur kemi nevojë dhe thojmë marrëveshja. Marrëveshja e Orit nuk është, si të them, një deti i tërë. Ta marrim atë kuptimin e përgjithshëm, që aty ka ujë shumë edhe i furnizon një kontinent. Marrëveshja e Orit i ka kornizat e veta. Ajo që është, po fatkeqësia është se në kuadër të marrëveshjes së Orit, unë e thash edhe njerë, nuk është zgjidh statusi juridiku kushtetues i shqiptarëve. Jemi me përkufizim. Në të lexojnë me kushdojnë, në të lexojnë, juristët që punë kanë, me përkufizim të pakicës minoritetit. Barazohemi me pakicat tjera. Kur flitet për gjuhën shqipe, ju lutem, gjithë pjesën juve dhe pjesën intelektuale. Maqedoni nuk ka ligj për gjuhën shqipe. Pik. Ne të dalin me një dokument, ne të mbindin mu, ka ligj për gjuhët. E në kuadër të gjuhëve zgjidhen krejt çështjet, por jo për ligj për gjuhën shqipe. E tash, tu lohet loja e këtij që shumë e rrezikshme, shumë perfide, që ne jemi tregu këto në një farë mënyrë total pa ditur, analfabeta, se ajo është dashur mu cek në mënyrë taksative. Kjo nuk është thonë në kushtetut. Dhe në kushtetut, në fund në preambul pjesën, ajo pjesë e përmbajtjes historike,
në aktet normative në kërkun nuk përmendimi si shqiptar. E kemi humbë dha drejt me Kushtetutën e 74-s që kemi qenë si shqiptar të inkorporuar brenda Kushtetutës. Eta shumë çështje kanë ndodhur mbrapsht kanë lëviz, edhe ne themi këta pat. Po ju tregoj se jeni tri shumë. Koha se di çka sjell. Po gjithmonë, po domethënë në një rast kur tjetë historik, unë thash në aktin e pavarësisë së Maqedonisë, gabimin historik e kemi bën, nuk kemi kërkuar barazi të plot, sepse në kuadër të atij shteti të pavarur e kemi pas drejtën me çka thënë këto pa kontestueshme që të kërkojmë barazi se po formohet një shtet prej di komuniteteve më të mëdha dhe barazia aty u dashkë mos pengohet. Një, çështja e dytë, gabimin historik e kemi bën me marrëveshjen e Ohrit në luftën 2001. Ajo luftë u bë. Lufta është kthesë. Lufta i përshpejton proceset. Nuk i zgjidh. Po nëpërmes bisedimeve marrëveshjes që u arrit, marrëveshja e Ohrit, kuadrat të marrëveshjes së Ohrit, a dash të inkorporohen gjitha problemet e shqiptarëve dhe të kalohen. Dhe merr këtë analizë bën edhe vend te konstatimi i përgjithshëm. Atëherë ne s'kemi çka flasim. Realiteti është qëndron aty ku është sot. Si është tani të rikthehemi pak në aktualitet, si është tani qeverisja e Vlenit me Vëmëron, besoni ato që është rikthyer ajo koha e përplasjeve etnike apo është vazhdimi i asaj që dikur qeveriste BDI-ja me Vëmëron? Unë do të thoja këtë. Për momentin, me marrëveshjen e Ohrit, Pala Maqedonose ka arrit qëllimin. Pala Maqedonose. Marrëveshja e Ohrit do të qëndrojë si dokument historik. Ato do të mbrojnë më shumë se sa ne. Se kanë përfitu. E tash të përplasjet, këto janë vetëm formal juridike, kanë qëllim për me kriju huti, apo shef në lanë me mirë më morë me çështjen e gjuhës, një kohë gjatë, tani mos andej proceset lëvizin, edhe nuk ndalen. Mirë, por ne duhet të jemi të përgatitur edhe të jemi të organizuar. Të jemi në qëndrimet kthjellët. Jo me shku më çka thonë to. Mund ta baj këtë, mund ta baj atë. Të në shtëpi mundesh me bën çka dush. Unë sot muj me fol para ju gjithçka. Por realiteti ai që është duhet mbrohet, e vërteta është mbi të gjitha. E tash ato pse bëjnë zhurmë është këtë diçka që nuk duhet të na trazoje shumë. Ne duhet të ecim përpara aty ku e kemi qëllimin si synim historik dhe asnjëherë si shqiptar se jemi popull me numër demografik të them jashtëzakonisht për mosa të nevojshme për mi kri disa probleme, mi përmbill me forcat tona. Se Maqedonia edhe njerë po të si pyesem, nuk mundët të funksionojë si shtet pa shqiptarët. Në qoftë se e kemi ne parasysh këtë postulat, që për thonë, ne do dim të orientohemi në të ardhmen. E ato që po të tregoj nuk janë të gatshëm, ati që thua as Vëmëroj, as LSDM-ja, as njerë me pranum ortak në udhëheqjen e shtetit. Unë kam pas rastin, unë kam qenë deputet, ata e kanë thonë haptas. Që kjo fitohet me luftë. Lufta ndodhi, na si fitum. Kush janë fajtor? Na jemi. Ne jemi. As kush tjetër. E tash këtë drejtim, po nuk do të thotë se ka ndodhur ti gabime dhe na të arsyetojmë veten edhe të rrim. Jo, mos mirëmi me të kaluarën. Ajo që ka ndodhur gjem, që ka ndodhur në 2001, që ka ndodhur sot si na gjenjem, ne duhet të punojmë në drejtimin tonë dhe të angazhohemi për çdo ditë sa kemi mundësi. I shoh se unë kam gabuar apo një tjetër, ti e tjetri nuk duhet gaboni dhe ti prini proceset, ti keni para proceseve, ti keni parasysh gabimet tona. E tash ato gabimet që ti kemi përbas, a Vëmëroja po ju tregoj.
ka një politikë veçantë për disa qëllime. Aje do në ende shtetin një nacional. Duhet të dini se ani pse jeni të ri. Po shtetin një nacional vëmëroja e do pa shqiptarë, me ndarje të shqiptarëve, shkputjen e shqiptarëve, po ajo si donë. Jo si janë shtridja territoriale e shqiptarëve në Maqedoni. Shtridja territoriale e shqiptarëve në Maqedoni ka një shtridje unike, pa shkputshme dhe me një zonë të përkufizuar. Ati nuk ka kur gjon veç mundet me thonë kjo që shtu dhe tu nga qeta dhe ne të vazhdojnë, në qoftë se janë të mërzitur prej neve, në qoftë se janë të mërzitur, edhe ndarja është më e dobishme edhe për ato, edhe për neve. Po në qoftë se dojnë me ndërtu shtet barabart, shtet përbashkët, vetëm me barazi të plot, nacionale, sociale, kombëtare, shkataqush, në gjitha sferat e jetës. Edhe të shkarkohen njëre për gjithmonë se gjithnjë kjo shoqëri multietnike, kur ka presion politik pa ndërprer, presioni politik në një kohë të gjatë është i papërballueshëm, shkakton ngatresa, kundërthonje të brendshme, me përplasje. Ne nuk kemi kohë më të përplasemi. Mundemi të ulemi të bisedojmë dhe të zgjidhim problemet në mënyrën më demokratike. Shtetin dojnë apo s'dojnë me ndërtu me shqiptarët ku do të jenë të barabartë. Apo ju them, nuk ka kapacitet as politik, as ekonomik Maqedonia gjithnjë të bëjë ballë këtine lojnave pa ndershme që i lunë, duke i provoku shqiptarët, duke mbajtur situatën tensionuar, mendon se përfiton. Jo, nuk përfiton asgjë. Ka humbur frika e mëhershme. Këto kanë pas probleme. Unë edhe njëre potencoj. Me asnjë fakt to s'duhet s'mujnë me dalë, apo fakt apo argument, fakt të argumentuar, me dalë se ne kemi punu kundra këtij. Ne kemi mbështet gjitha periudhat më kritike historike që i kanë pas. Dhe tash ato duhet turprohen, duhet para vetvetes. Me neve nuk kanë problem. Kanë problem me shtetet për rreth, që njëna nuk e njeh identitetin, tjetra nuk e njeh territorin, tjetra nuk e njeh kishën. E kanë ne asnjëherë si shqiptar, po ju them, në gjithë historinë tonë, ne nuk i kemi provokuar maqedonasit. Këtë duhet ta dinë edhe duhet të jenë mirënjohës. E pse s'janë as çështje e tyre, ato duhet mendojnë. Deri më tani keni shkruar 2 libra, Golgota shqiptarëve dhe kod Ideali i papërfunduar shqiptar. Po, dhe tani më njoftuat paraprakisht që jeni duke shkruar edhe një. Mirëm se koha e ime, mosha ime duhet shfrytëzohet, nuk dal, lëvizjet i kam të kufizuar dhe mirëm me çështje se ne jemi mësu. Unë kam bën këtë habes kur gjon s'kam ne s'kemi bën derisa e kemi këtë gjendje. Njeriu duhet të punojë për detyrat kombëtare deri në frymën e fundit. Unë atë bindje e kam edhe ashtu vazhdoj. Çfarë jeni munduar të përcjellni deri tek lexuesit përmes këtyre 2 librave dhe konkretisht çfarë do mundoheni të paraqitni përmes librit të fundit që pritet ta përfundoni? Shikoj, këto 2 libra unë kam paraqitur aty në librin e parë Golgota shqiptare prej 81-shit deri në përfundimin e proceseve demokratike dhe zhvillimin e ngjarjeve mbrapa. Unë kam qenë pjesë e ndëshkimeve politike në 81-shin, ku shqiptarët u sulmuan në mënyrë më brutale prej sistemit komunist. I kam përshinjat të ngjarje, i diferencuar, pa drejta në punë, ke shumë gjën, jo vetëm unë, shumë shqiptar, pjesa intelektuale u godit në mënyrën më të rëndë në një moment kur ndodhen protestat, demonstratat në Prishtinë, 81-shin, ato më njëherë në goditën neve në Maqedoni, se këto 2 vende kanë qenë me numër të shqiptarëve më të madh. Kosova ka qenë, mos flasim, gjithnjë organizuar, po mbrapa pas Kosovës ne kemi qenë faktorsh në Maqedoni, edhe në goditën me qëllim që të shkaktojnë huti. Edhe tash atje kam përshinjat të ngjarjet. Te ideali pa përfunduar kombëtar,
du librin e ditë, i cili janë shumë me përkushtim për çështjet historike dhe politike. Me përkushtim të veçantë për çështjet historike dhe politike. E kur i kam parasysh ideali pa përfunduar kombëtar. Ideali jon ka qenë për të jetuar gjithë në një shtet. Ne e dim këtë. Nga kuvendi i 1912 me 28 nëntor 1912 në Vlorë kur e miratojnë gjithë delegatët para Ismail Qemolit. Ate kanë shpallë pavarësinë në gjithë territorin, por neve na pushtuan serbët, na pushtuan grekët në jug, serbët veri, na pushtuan malezezët dhe toka shqiptare u coptuan. E tash mirë po shqiptarët asnjëherë nuk kanë heqë dorë prej territoreve të pushtuara. Asnjëherë nuk kanë heqë dorë. Edhe sot edhe nesër nuk do të heqin. Se ne kanë marrë me forcë. Ne nuk kemi drejtën të dorëzohemi edhe të them të pajtohemi me këtë gjendje. E tash kjo është proces që zgjat, se histori ka procese që zgjasin 50 vjet, 100 vjet. Por popujt me ideal të theksuar, të përsosur, që e kanë shpirt dhe në zemër, ato nuk dorëzohen asnjëherë derisa ta arrijnë qëllimin. Edhe ne në këtë drejtim duhet të punojmë me përkushtim shumë të madh në staza shumë gjata, nëse e kërkon nevoja, por asnjëherë mos mendojmë të vështirësitë se mund na pengojnë dhe mund të jenë barriera që na ndalin. Se procesi, si proces, ku e kam thënë si ideali pa përfunduar kombëtar, nuk ka përfunduar. Në shumë toka kemi nënë sondimin. Ne jetojmë sot jetojmë në 6 shtete. 2 shtete të pavarura, edhe në 4 republika. Maqedoni, Serbi, Malzi, Greqi, edhe 2 shtete të pavarura, 6. Në 6 shtete jetojmë një popull që jemi me këtë numër demografik. Një popull që s'ka një shtet të definum në kufit etnik, a gjithë një është i rrezikuar. Këto duhet i kemi parasysh. Kjo nuk mohat sot. Ju kështot ki hajde më rëse, ki mendon me jonën me fantazia, nuk mendojnë çështjen kombëtare. Unë po të kisha qenë fantazer edhe njëri që nuk më ka udhëheq mendja racionale, po më kanë udhëheq emocionet, unë edhe shumë tjerë, nuk jam që nuk ka tjerë, kishin gabu moti. Unë thash, kam dalë në luftë në një moment kritik, po kam vlerësu se sot është për mu vdekja më shumë se sa jeta. Se ka njerë nuk ja vlen të turprohesh. Kam llogaritë se çdo humbje ishte turp për neve. Edhe tash, unë e kam qartë. Ky proces nuk është i lehtë, nuk është shkel e shko. Duhet jemi të kujdesshëm, duhet bëjmë përpjekim disa çështje t'i kalojmë nëpërmes aktivitetit politik. Se jemi në shekullin 21, kemi nevojë për shumë çështje që duhet t'i koordinojmë. Çfarë parashe libri i fundit që pritet të hidhet në botim? Çfarë konkretisht keni përshkruar? Mirë, se kam përfunduar ende, po të tregoj. Ati më tepër jam përqendruar për çështjen shqiptare në Maqedoni. Ekskluzivisht për çështjen shqiptare në Maqedoni. Kjo është libër që i përfshin, edhe i pari është më tepër për Maqedoni. Kjo është e përfshin çështjen shqiptare, ideali pa përfunduar është për gjithë shqiptarët. Apo kupton? Etash ata për Maqedoni. A si do titullohet i keni parapar? Ende nuk e kam e shoh në dëk. Për sa vite realisht? Parashe pjesën historike për sa vite? Për 20 vite të fundit apo ende? Jo. Gjithë çështjen shqiptare në Maqedoni nga fillimi kur ekzistojmë këto toka deri në sot. Se në këto toka aty te Golgota e kam thash 81 deri në periudhën 20, në vitit 2020. Ama kjo është gjithë. Shqiptarët të janë popull autokton. Den babaden kanë jetuar dhe vazhdojnë të jetojnë, e tash konflikti, mosmarrveshjet, pretendimet,
Po duhet mi thonë mënyrën e argumentuar, jo argumentuar, jo të me thonë mu që shumë teket. Unë thash, një fakt duhet të kemi parasysh. Po në komunikim me to nuk kemi tregu këto di raste që i përmena që kemi gabime historike, është faji jonë. Su dash kemi hap temët, 2001 mi definu, si definu. Tash, mu ju thonë në mënyrë shumë eksplicite, po kuptoni? Eksplicite, jo implicite. Eksplicite. Ma thje, mi ju thonë se ju shtetin pa neve se në mbani. A doni me kuptu, a s'doni? Ama me argumente, mi shtru. Në karrierën e juaj politike keni të emëluar dy parti politike siç ishin forcat e reja politike dhe po ashtu Bashkimi Demokratik Kombëtar. Cili ishte orientimi i këtyre partime dhe nëse realisht nëse do arrini të mbjetoni politikisht, cili do ishte rrugtimi i jashtëm i garniturës politike të krahut shqiptar normalisht? Ndjone, unë kur kam dalë për i bëdijës 2005, kam dalë si rezultati pak në sede. E tash, unë partijen politike se do të formoja, po kam pas disa shok edhe të luftës edhe formojes. Unë e kam ditë se ashtë vështirë, s'kije mjete. Unë s'kam pas mjete, unë të regova. Shumë periulla kam qenë pas një të ardhur. Unë nuk ka interesu gjenja materiale. Këtë shpi që e ka ndërtu juve, ku jo them. Gjali ka punu, a i qetri në Gjermani, ki këto kam unë, që kam lënë asgjë pasuri. Nuk ka interesu, po të them, mënyrën më të ndershme, mos bëhen para juve, që ka thënë ne përdorim një fjalë më katolik se papa. Gjenja, ata e thëmë në shumë qeltër, se Zoti nuk, unë e thëmë Zoti më ka dash më shumë se sa e meritoj. Ka mbrojt gjitha momentet më kritike. Edhe tash, Zoti më ka rrit këtë ftyrë, karakterin dhe unë s'du qëtër, po edhe vetëm. E tash, në gjitha këto, kur e hapëm partijen, ki popull, ne jemi shqiptar, nuk mundem tjetër se shka të bëmi, tjetër të bëmi shumë përbetshëm. Kina shqiptarë dhe duhet gjithë shka të bëjmë me çfarë do çmimi të mbetimi që ashtu që shjemi edhe që na ka falë Zoti. Po ju tregoj. Ne e mbajmë përgjegjësinë pse e kemi këtë gjenje. Nuk na kanë mbështet fuqitë e mëdha, në librin e ditë tash e shkruaj. Nuk na kanë mbështet. Po dhe vetë kemi qenë të organizu. Sepse gjithë kemi ngaren, kemi i pari, si cili. A më kupton? A nuk e din, nuk e kemi kuptuar edhe sot se kur është një projekt kombëtar edhe angazhohen gjithë në organizim, ati nuk ka të parin ditin. Këtë janë të partë që së fitohet. Unë kam pas qëllimin që të bëhet diçka një brumë një shnosh. Nuk më kanë përfillur mua. E pash edhe së unë e mbrojsha edhe konceptin e federalizimit. Thash mos luj, mos bëj ajgare, u tërheq. Mos dal i përbetshëm. Se edhe ata më kanë bërë shokët, ato që më detirun, u largun, shkun të në mësëndej, u këthin BDI, organizun karierëse, BDI i lyke këto loja me Alien, i tërheq ke njërst, i joshke, edhe sen, edhe tash i josh. Aj, qështu? Jemi tek pyetja e fundit. Si arritët që për 4 mandate si deputet që të mos inkriminoheni, atje e cekët pak më parë? Unë Se ishte vështirë ti rezistoni të pushtetit? Jo shka po të them. Unë kur jam bon mandatin e parë, atëre nuk e dishe se shka në deputeti. Kishin propozu, unë kam qenë gjilan të punu. Pa më konsultu hish. Isha konë me di njerës në listë. Votët më kishin dhënë mu. Pa më pytë, shkova, a i qka të bëhet dhe të bëhet. O vazhdova rrugën. Jo pa vështërsi. Jo vë aqe letë. Po ka pas shok, po ju tregoj, që më kanë thonë, jemi ullë me pi kafe, qenë nga mandati i parë, shok më sinqert ndershëm. Thatë kemi morë në shafë, ti kështë pas drejtë.
por bes ju betojmë në flamur, në komb edhe në Zot, se unë Zotin e besoj. Flamur, në komb edhe në Zot, kanë thënë. Po mirë, unë më kisha përfunduar. Ja ishte një satisfaksion, po, musë jetësh, gjithnjë kam shiku interesin e popullatës. Gjithnjë, pa asë një ngarkes tjetër. Në asë një mënirë s'kam leju materialisht të korruptohem edhe moralisht të keq përdorëm. Asë njëherë. Po ju them në mënirën më të sinqert, ju betojmë se ju llogarisë që keni ardhur në shtëpi si pjesë e familjes. Kam vazhdu rrugën time. Nuk kam menduar se e marr mandatin e ditë. As nuk më ka shku mendje. Asë, por atëherë unë nda po deja ndish meta vetëm unë me Arben Xhaferin edhe me Nduthaqin, edhe nuk ishme të regjistru mordje, ma ta pa ja them edhe këtë se keni shumë muhabet me më. Edhe, thëm drejtën, shkojmë në një mbledhje, Arbeni kisha arrit një marrëveshje me një parti që unë nuk e llogarisha parti shqiptare. Se s'kishme drejta me dalë lista. Edhe tash epizorit ta bëjë se presioni e partisë. Unë vetëm do të ti pa ta mbështet. E miratun, mi dhonë aplauzë se në vesh unë e gishtë. Arbenit. Thash, mua, në 94 kjo ka ndodhur. Me siglën e kësaj partije nuk nxjerri kandidatur. Ja propozova dhe emrin njësin 44, pa nuk pe përmendje. Le dale filani, a i përshtatët kësaj politike. Qashtu si janë, po në kam i drejtova. Po deja që kemi kundërshtime, në pa të më shput, dhe Partia Demokratike Popullore, ato janë parti shqiptare. Por bes ju them, ju beton, në qka dush, i meqëm a kanë Armeni. Veç në dalë, në një gjisë minuti mendoj. A unë thash nuk dalë, edhe unë kur thomë jo edhe më përfundon. Aje, veç në dalë një gjisë minuti, tha nuk vjen parasysh kjo marrëveshje, po dalim me lista me nënshkrim, me bëllë. Jo këtu të nësë ishte konkurencës, su fitoke, thëshin kinet dalin e të humbe. Dole unë e fitova, fitoj Arbeni, fitoj Rufi Osmani në Gostivar, fitoj Sali Ramadani në Kërshov. Por unë isha deputeti me vota ma shumë 5.570 vota. Ato kishin ka 3.000, 2.000, 700 që shtu. Bilim edhe ato vota u pagujtën. Unë i mora në atë kohë 3 euro u pagujke vota. Logarit 5.000 vota gati 13.000 euro i mora. Pare. Të ne nisa që këtë shpi, po në veç e kam bo karabinan, të në gjallë e ka punu. Se më tha një ndërtoj e shpijen më bëjnë. Edhe e bana. Edhe fitova, bilim thike Hisen Ramadani se pa të fitu edhe i pavarën, thike deputeti ma i shtrejt. Ta në mësë ndaj mandatin e tret, po ju tregoj. Prej menduit e kam. Se më këshin morë një sijem kë kam fitu, ja këshin dhonë po podezë koalicion, edhe a unë e kësha fitu në 94, thë pse ja keni dhonë, o isni Arbeni më tregoj, se shumë ka qeni afer më. Nuk u ardhike marrëveshje me po podezë. Tha ja dhamë. Menduje ka prish degën në strug, për me më siguru vendin e dit, listën proporcionale, sa të struga ka kërku, ta more vendin e hiç se ka vetë, e ka prish, menduj, ka saktu vendin e dit. E të një mësë ndëjsh, e mora mandatin e tret, thash e përfundova në luft, mandej mandatin e 4 edhe qështu. E këto nuk dijet, po përsi po them. Po ju tregoj, unë shkoj më falë. Kam shku dhe njerë dhe një prejmë të sënë, pësë unë jam musliman, nuk e të nërojmë, po mu nuk më pengon besimi për çështjen kombëtare. Dikush flet për fen, shka ma keq, edhe deklarohet se janë kombëtare, edhe më shumë, se i mungon veprimtaria. Nuk s'ka nevojë. Çështja kombëtare kërkon angazhim dhe punë. E ato me pallavra. Po ju tregoj, gjithë kjo kohë ka lëviz, që ashtu fish ka lëviz, kur thove, as jam korruptu, as në aspektin
moral s'jam shkatru, kam beta që jashtë, Zoti është një, familjen e kam, gjallit është, Zoti nuk të arron, shpërblen, gjallin e banën deputet, unë nuk e kam ba. Ka në Arbeni e propozoj, e ka mbështet masa, ka të regu ndershmëri, ashtu lëviz mirë, ati si thonë fort, ashtu lëviz, shka thënë këto, në mënirën më të përsosur. Edhe, ajo mu Zotim ka shpërbli. Ajo se në mënirën më sinqert, më ndershme, kujt një cent si kam marrë, kam ba mirë. Sa kam mujtë. Për një vend pune ka ndodhë, se në sifmi në qeverive, kam prit 2 orë, me e siguru dikujt. Ashtë sa kam mujtë, ama me kesh përdori ja. Edhe rrogën e kam argju me shok, me mesh, këto vetëm i kam majtë. Gjallë, qështu, sot, për ju të regoj, aja është në Gjermani, gjalli kitë është edhe ki mirë këto, edhe ka vazhdu, ka punu, janë tregu, për ju të regoj, kujdeshëm, edhe shumë dvemenshëm, nuk kanë rëshqit, po për ju të regoj edhe njerë ka marrë përpundim, nga jo që e njohune një Zot, në qofë se nuk ki e haram, runu prej haramit, në rritjen e fëmijëve, ato kanë më bon shumë të mirë. Zotri Shaqiri, ju faleminderit që na mikpritet në shtëpinë tuaj, besoj që nuk do jetë hera fundit, do shihemi në emisionet tashme. E ju falenderoj për zemërsisht. Ju jeni njerëz më dashur të jetës time në këtë moshë që kam arrit, që edhe nuk i kam lëvizje të mira, me njerëz shumë pak po kontaktoj, ka njerë po lodhëm edhe po mërzitëm. Edhe muhabet po bëmi tepërt me njerëz që po ju keni ardhur prej tetove me më vizitu. Edhe kjo është ajo që unë do ta quaj në këto vitet e pleqërisë respektin më të madh. Po ju them se i kam bërë do vjet, edhe tash ato që kanë mbet me njerëz kam qef takohem. A ju prej atje që keni ardhur, Zoti ju shpërblet familje me gjitha të mirët. Në radhë parë ju dhash shëndet juve dhe familjes dhe të mira që ka nevojë jetë e njerut edhe me kalu një jetë të qetë dhe të rahatshme, se as njerëz kemi qenë me një jetë të qetë dhe të rahatshme. Ju inshallah javsel Zoti që dhe ta keni fatin dhe dhe ta gëzoni këtë që pethëm. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista e sotme me ish komandantin Zotri Hizni Shaqirin. Ju faleminderit për vëmendjen, do shihemi në emisionet e ardhshme.